A kanë mundësi shejtanët me na bë dëmtime fizike? Jo, kjo është mendim shumë ulemave, prej tyne Imam Tahawi nga Hanefit. Ani pse është mendimi tjetër, po në përkallë qatë mendim, shejtanët nuk kanë mundësi fizike me na bë. Ani pse është një mendim tjetër, se kanë mundësi me të hakmarrë fizikisht. Kanë mundësi me të hakmarrë fizikisht. Me që i bie zakonisht në hakmarrje, për shembull, kanë thënë në për vetrinë të ushqimit. Zakonisht atë rrinë gjint, hajnë ushqim. Tani, nëse shkon njeriu për shembull në vendet ku hedhet ushqimi dhe urinon, ose hedh ujë të val, ose në përplasaritje dikon tokës urinon, ose hedh ujë të val, Isus dhe të hakmirë. Nëse shes gjafrën në zinë rrugë, thuj 3 herë, largohu, largohu, largohu. Nëse është gjin, sepse gjin shumë shndrojnë gjafë lejë. Nëse është gjin, të ndëgjon, largohet. Po mos e largoft, hakesh i dole, shama udhën, kjo rruga për neve nuk e për juve, e se në malë, atëherë mishtë. Për ndryshën e se mytë, pa e thonë largohu, dhe qëllën gjën, ka mundësi të hakmirën të tjere. Pra, është mendim ulemave që gjenët mund të bëjnë dhunë fizike, në zakonisht në hakmarrje, por është mendimi tjetër që nuk kanë mundësi me të bëjnë, e që unë jemi